Në ambientet e Bibliotekës Universitetit Luigjë Kurakuqi u zhvillua sot workshopi me temë Përtej fjalëve strategji për parandalime kundër dhunës verbale, një iniciativë e Departamentit të Gjuhësisë pranë Fakultetit të Shkencave Shoqërore. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte ndërgjegjësimi mbi pasojat e dhunës verbale në marrëdhëniet personale, profesionale dhe sociale. Unë e vlerësoj shumë këtë aktivitet si një aktivitet sensibilizues, ndërgjegjësues dhe ashtu siç tha edhe përsërish Rezarta pak më përpara që synon të evidentojë dhe pse jo të nxjerrë disa strategji të duhura për t'i dhënë vlerë fjalës së bukur, fjalës qytetare. Në fundit, ne në auditorët e Universitetit Shkodrës tentojmë të përgatisim specialistë të ardhshëm në fusha të ndryshme. Dhe me që jemi këtu sot, unë uroj dhe shpresoj që një pjesë e juaj të kenë si zgjedhje të parë Universitetin e Shkodrës me gjitha mundësitë që krijon. Por mbi të gjitha, ajo që ne synojmë është krijojmë njerëz. Njeriu sot është kapitali më i çmuar. Ato fjalë magjike që ju dashur nxënës si mësonin fakt që në kopsht, fatkeqësisht harrohen shumë shpejt. Prandaj duhen edhe këto aktivitete ndërgjegjësuese, sensibilizuese për t'i thënë në radhë të parë po qytetarisë. Gjuhës tonë të bukur e cila ka fjalë të mrekullueshme dhe që na lejojnë të shprehim dashni me njëri tjetrin. Ndërkohë projekti u prezantua nga Reziarta Murati, e cila foli mbi përmbajtjen dhe qëllimet e këtij workshopi. Ky workshop me titull Përtej fjalëve synon të na ftojë të mendojmë për rolin e gjuhës në jetën tonë shoqërore, në komunikimin e përditshëm dhe në marrëdhëniet që ndërtojmë me të tjerët, sepse përtej fjalëve ndodhen ndjenja, dinjiteti, vetëvlerësimi, shëndeti mendor dhe emocional i çdo individi. Ideja për këtë aktivitet lindi si nevojë drejt për të ndërgjegjësuar të rinjt dhe jo vetëm, për fuqinë e fjalës, për përgjegjësinë që mbart komunikimi dhe për ndikimin që mund të ketë gjuha jonë në ndërtimin ose shkatërimin e lidhjeve sociale. Ky workshop ka për qëllim të japë zë këtij reflektimi përmes një qasjeje shumë disiplinore, duke u nisur nga analiza gjuhësore e dhunës verbale në komunikimin ndërpersonal, e duke vijuar me pasqyrimin e faktorëve psikologjik që nxisin atë, me format që merr në media e deri te mundësitë ligjore për ta parandaluar e ndëshkuar. Ndaj ne duam të krijojmë një hapësirë ku fjala të trajtohet me përgjegjësi, por edhe me besim në fuqinë e saj për të ndryshuar realitetin për mirë. Në këtë workshop morën pjesë pedagog, studentë të shkollave të qytetit, duke kthyer aktivitetin në një hapësirë reflektimi, ndër veprimi dhe shkëmbimi idesh për një komunikim më të ndërgjegjshëm.